Gati? Atëherë, faleminderit edhe sot që jeni këtu prezent pra për të përcjellur punimet e vazhdimit të seancës konstituive, siç pra kemi PDK-n, LDK-n, listën serbe dhe AK-n, të cilët pra u deklaruan që janë kundër vazhdimit, kundër zhbllokimit të procesit për konstituimin e kuvendit. Në pajtim me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, konkretisht paragrafi 124, ku kërkohet apo propozohet dhe mundsohet që votimi të jetë i hapur, i fshehtë apo çfarëdo forme tjetër, në mënyrë që të konstituohet kuvendi, pra synimi është konstituimi i kuvendit e jo bllokimi, gjykata kushtetuese ka paraqë cila do prej këtyre formave të votimit mund të përdoret. Gjithashtu në pajtim edhe me Këshillën e Presidentes, sepse siç e dini në fillim, kur ka filluar kjo seancë konstituive me datën 15 prill, kishim një pengesë tek votimi i raportit për verifikimin e mandateve. Përgjigjja e Presidentes në kërkesën e kryesuesit të kuvendit, pra se si procedohet tutje, ka qenë që si deputet, si kuvend, është në përgjegjësinë e deputetëve që gjejnë rrugë përpara për zhbllokim të situatës, e jo të shohin se si mund bllokohet. Në kuadër të kësaj, pra letra e Presidentes, përgjigjja e saj, aktgjykimi i gjykatës kushtetuese e vitit 2014, rregullorja e punës së kuvendit, pra në 61 paragrafi 4, që parasheh që në seanca plenare mund të ketë dhe votim të fshehtë, ne kemi propozuar sot si rrugdalje këtë format të votimit në mënyrë që të mundsohet ecja tutje dhe konstituimi i kuvendit, por e patë që ishin PDK, LDK, AK dhe lista serbe që bllokuan. Pra, ata ende pa e dëgjuar, sepse dëgjova këtu që parafolësit thanë se u kundërshtua edhe një herë Albulena Haxhiu. Ende pa e dëgjuar kandidatin vendosën pra që të dalin kundër. Unë besoj që zotëri Glaukë Njufca do ta propozonte përsëri Albulena Haxhiun, por parimisht opozita janë kundër ende pa u propozu kandidati. Pra këtu shihet që kemi të bëjmë me blokadë të procesit e jo domosdo me emra të përveçshëm siç ata po pretendojnë. Pra, kemi provu gjithçka që është e mundur. Kemi ftuar edhe sot në takim. Kryeministri Kurti ka ftuar 2 kryetarët e partive tjera opozitare, pra që janë më të mëdha me radhë, sipas ulseve në kuvend, për konsultime, ashtu siç është kërkuar nga gjithë, sepse duhet gjejmë një rrugë përpara. Dhe keni pa që LDK s'ka ardhur fare në takim, Bilemendzi s'kan pritur që të përgjigjen kundër, pra shihet qartë që s'ka vullnet që të zgjidhet blokada, pra që të zhbllokohet procesi, ndërkaq PDK kanë ardhur në takim, por e kanë përsëritur argumentin që pozita e nënkryetarit u takon atyre me kushtetutë, u garanton kushtetuta dhe s'kan çfarë të diskutojnë. Pra këto janë fjalët dhe ky është argumenti që edhe ne po përdorim. E njëjta qëndron për kryetarin. Pra, kryetari, pozita e kryetarit i takon fituesit të zgjedhjeve për ta propozuar dhe nuk do të duhet të ishte pjesë e diskutimit. E njëjta gjë vlen edhe për nënkryetaret. Është po i njëjti nen i kushtetutës. Është neni 67 që flet për kryetaret dhe nënkryetaret. Pra në të njëjtin nen funksioni është i njëjtë. Pra në funksion janë të njëjtë, nuk ka fare dallim pozita e kryetarit me nënkryetarit sa i përket funksionit dhe përfaqësimit politik. Dallimi i vetëm në kushtetutë është hierarkia. Pozita e kryetarit është më lart, nënkryetarit janë në rast se mund vend kryetari. Tani mund të marrim edhe këtë. Ju thatë që partitë opozitare, PDK-ja, LDK-ja, AK-ja edhe lista serbe ishin kundër votimit të fshehtë. Ato ishin pro votimit të hapur, megjithatë. Ato ishin pro një votimi transparent. Bazuar në çfarë? Sepse ne kemi pa që në çdo votim hapur kanë votuar kundër. Çfarë kemi të bëjmë, vetëm nëse mund të përgjigjem. Çfarë kemi të bëjmë? Sa pyetje? Jo, kjo ishte një parantezë. Kështu, tash me që ju e propozut një votim të fshehtë që të bëhet brenda seancës konstituive në mënyrë që me ju jap zgjidhje këtij problemi, a i bie kjo që ju si lëvizje vetëvendose keni pas ndonjë dakordim me ndonjë deputet tjetër të partive në opozitë, cilët nuk kanë dashur që të votojnë publikisht, atë më thjesht.
tentativa jonë, pra propozimet tona janë gjithnjë në shërbim të respektimit të kushtetutës, që të konstituohet kuvendi. Kjo kërkohet nga aktgjykimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014, që deputetët duhet të bëjnë çmos, pra të gjithë e kanë përgjegjësinë që të votojnë për, kundër ose abstenim, qoftë në formë të hapur apo të fshehtë, por kryesia e kuvendit duhet të zgjidhet, kryetari dhe nënkryetari duhet të zgjidhen. Po ashtu edhe në përputhje me përgjigjen e vetë presidentes, pra, këshillën e saj që deputetët duhet të mblidhen dhe të dakordohen si të zhbllokohet procesi, e jo të shohin forma se si të bllokohet. Pra përgjigja jonë, propozimi jonë është në kuadër të kësaj kornize, të zhbllokohet procesi, gjejmë mënyra si të lëvizim përpara. Sa i përket asaj se pse ata kundërshtuan votimin, unë besoj flet më tepër për ata dhe mosbesimin e tyre ndaj deputetëve të vet, po përgjigjem pra. Domethënë, kjo flet më tepër për mosbesimin e vet partive ndaj deputetëve të vet dhe kontrollin që ata duan ta ushtrojnë mbi votat e tyre. Ne në vazhdimsi kemi dëgjuar se si pra folësit, përfaqësuesit e partive opozitare, në vazhdimsi kemi dëgjuar se si ata pretendojnë që vota e deputetit është e lirë dhe nuk duhet të detyrohet. Po do dalë edhe aty, do të përgjigjem gjitha. Pra, vota e deputetit nuk duhet të detyrohet. Vota e deputetit duhet të jetë e lirë. Votimi i fshehtë është një formë e votës së lirë ku s'ka detyrim të votës. Por partitë opozitare me kundërshtimin që po ja bëjnë këtij procesi, kjo tregon që nuk kanë besim në deputetët e vet dhe ata po dëshirojnë t'i kontrollojnë, pra të ushtrojnë presion mbi deputetët e vet për të votuar në mënyrë të caktuar. Sa i përket deputetëve individual, ne nuk kemi marrëveshje. Por ne kemi dëgju deputet individual që kanë dhënë intervista tek ju, tek media. Pra prononcime publike që kanë shpreh vullnet që do të ishin të gatshëm të hapin rrugë, mirë po është shëndrimi subjektit. Besoj ju takon, jeni ju gazetar, ju takon që se nuk dua ti potencoj dhe ti theksoj me emra përvetshëm. Por megjithatë, ekziston mundësia për të hapur rrugë përpara. Ne kemi ftu partitë në konsultime, njëra ka refuzu që të vej, tjetra që ka ardhët, neve në takon me kushtetut, pse me diskutu pozitën e nënkryetarit, pra edhe neve në takon pozita e kryetarit, pse me diskutu me parti tjera, por esenca është që kushtetuta e kërkon që kryesia e vendit, e kuvendit, pra të konstituimi i kuvendit të bëhet me 3 partit më të mëdha. Ta e nënkryetarit,